Dëgjoj, okay, Monika, se nuk ka nevojë të thrasim me epitete njëri tjetrin. E marr vesh. O zotri, në qoftë se nuk je grua, atëherë më lë të mbaroj mendimin tim si grua. Mbaroje pra, hajde. Po pusho pra, qepe. Se na lutë menç. Qepe, mos më thuj mu. Po do të them qepe se s'ke pushu. Mos më thuj mu qepe. Po qepe do të them. Mos më thuj mu qepe. Mos më thuj mu qepe. Monika, ti zotri, se fikja mikrofonin aty. Po jo, po të tani të lutem, se nuk tani në qoftë se një trajtohesh. Në qoftë se bashkëshorti të një gruaje. Nuk ke ndonjë konsideratë të caktuar për Robertin, në qoftë se bashkëshorti të një gruaje, Ledion, i thuhet, a ja ke drejt grus, ç'a do të thotë? Por unë jam dakord me ty, pa ai nuk e kupton. Një burr ja drejt gruas së tij, kur gruaja vet është prostitut, është e pandershme. Po jo, pra, jo. Jo se jemi. E marr vesh të gocat e gra, Ema, Andrea bëri të njëjtën gjë, po sepse e bëm ti sonte. Qetësi. Po dëgjoj mo ta dëgjoj ai. Po të lutem mos e gjeneron në fjalor, të lutem. Ose burri është imoral. Tani ky Rogerti ta sqaroj. Kur e ka Artani imoral? Apo është e keq gruaja Artani? Hajde Monika. Le ta lëm. Të lutem. Le ta lëm të bisedë sepse e para herë ti Roger. E humbe debati me mua, Monika. Unë humba debatin me ty, po i me. Po i do çfarë debati humba me ty. E di kush është. Po i zonë ndër kanalin të surat. Okej. Stop, ju lutem Roger. E bukur është që diskutimi ishte midis Mateos dhe Artanit. Dhe ja se si ikën në vëmendja, e marrin vëmendjen, e merr Rogerti, e merr Selina, sepse vëmendja është shumë e rëndësishme, sidomos në prime dhe këta nuk arrin ta mbajnë debatin e tyre dhe kjo ndodh për ditë në shtëpi. Që të tjerët arrin të marrin vëmendjen se nuk ruajnë dot pozicionin në debatet e tyre. Jo, komplimente për këtë. Jo, ka një problem Arbri. Ka një problem Arbri, sepse këtu po të shash dhe të flasësh për gjëra të tjera nga jashtë, je shumë më i besueshëm se sa të njohësh të vërtetën. Dhe e vërteta po i ka qerrotu t'ja pyetje aty. Rasti pyetje s'ka Monika. Fare s'ka pyetje për këtë. Po të flasësh, tu po të flasësh për të vërtetën. Tu po të flasësh për të vërtetën, duhet të bërtasësh. Jo, nuk duhet të bërtasësh. Më dëgjoj pak, të lutem se të mos e teproj. Tani ti parasysh një gjë. Ti je këtu, ja po të them. Vërtet jam në studio. Po pra, tu nuk mund të ndërhyj Rogerti me bokset këtu mrapa dhe bërtasim ne që si fytyn. Po pra, e marr vesh. Në rregull. Ose rregulloni teknikën, ose të ruaj ai. Teknika është gja e rregulluar. Ajo që se na luajë me. Ai s'e le me fol. Marr vesh, po keqën e parlamentit. Ti je këtu jashtë. O Monika, tani ti je këtu jashtë, tani. Monika, të lutem. Ti je këtu jashtë, në studio, e ulur në një koltuk. I shikon dhe i digjon ata njerëz. Po që fare me jastik mrapa. Po shumë bukur, do ta ndrojmë javës tjetër të marrim një koltuk më të rehatshëm. Mirë, më duket mirë. Po ti ke kontegjuar ata janë aty brenda. Kanë një deficiencë që vetëm digjojnë, nuk ju shohin dot në ekran, pra vetëm ju digjojnë, nuk shohin dot, dhe janë në një dhomë me shumë njerëz që mjaft njëri që është afër ose larg të flasë diçka, krijohet kakofoni. Kështu që të lutem të jesh më mirë kuptuese. Unë e kuptoj që ti mbase mund të mos jesh dakord me diçka që mund thot aty Artani, Rogerti, Mateo, Brikena apo kushdo. Po nuk ka pse të jemi të paedukat karshi njëri tjetrit. Ajo që kërkoi Rogerti, pavarësisht e Rogertit i ka kaluar të gjitha limitet njerëzore, qytetare dhe televizive. Po Mona, po ka një gjë. Më fal, zotëri. Është dua apo s'duam ne, Rogerti është banor brenda shtëpisë. Dhe po kjo nuk i jep të drejtën të fyej. Jo, nuk i jep të drejtë, por i jep të drejtën të flasi. Po të flasim. Ashtu siç ta jep neve drejtën. Dëgjojmë edhe në shtëpi. Patjetër, i jep të drejtën të flasi, pra edhe ne duhet ti dëgjojmë edhe ata na dëgjojnë. Po kur shpërthen ai, shpërthen edhe ti. A ka ndonjë problem Arbër? Sepse arroganca, ata vërtet mund të jenë të izoluar, ata vërtet mund të mos na shikojnë në ekran, por ajo nuk i jep të drejtën atyre që arrogancën me të cilën ato komunikojnë dhe shprehen dhe që duan të bëjnë zhurmusin, mos lejnë që ne të mbarojmë argumentin. Nuk ja jep të drejtë, ajo që po të them. Po ç'a bëri ai deri tani? Unë po fliça për Artanin edhe me Mateun ndërhyr Rogerti. Monika, ti e ke të vështirë ta bësh me mua që më ke përballë dhe ma bën vazhdimisht. Po patjetër, kam zanat. Mos e merr tolerancën time për dobësi. Ke shumë të drejtë, por ama, ka dhe problem tjetër. Por edhe pa edukata e Rogertit, ndaj asaj që ne jemi këtu, di cili është problemi dhe ky është problem që ndodh në këtë studio dhe fatkeqësisht pastaj përshkallëzohet në të gjithë vendin. Problemi është se
Problemi është se njerëzit që janë ulur në ato lloj karrigesh, nuk e di pse kur shohin një grup njerëzish ashtu, si ata që shikon ti aty apo si dhoma të tjera, i hipën gjaku në tru dhe mendojnë se e kanë Jo, s'është ashtu. Jo, është ashtu. Jo, s'është ashtu. Ti mendoj unë duhet të jesh më e përulur dhe më mirë kuptuese ndaj atyre njerëzve që kanë 84 ditë aty brenda. Dhe edhe nëse nuk janë dakord me atë që po thua ti, jesh pak më e përulur. Dakor, ka dhe një gjë tjetër. Po sepse dhe këto njerëz që ulën në këto kolltuqe këtu, që janë të detyruar për të komentuar ato Jo të detyruar, se nuk ka vënë njëri pistoletën ty me komentuar. Patjetër s'ka ka vënë njëri pistoletën, por derisa unë e kam marrë përsipër për të ulur në këto kolltu, unë e kam marrë të drejtën që ta bëj atë. Detyrimin tim dhe detyrimi im kush është? Jo të komentoj fjalitë e Rogertit, që nuk ka lënë fjalë pa ju thënë gjithë vajzave, sepse duke ja thënë vajzave të asaj shtëpie. Rogerti është pjesë e Big Brother, do apo nuk do ti? Dakor. Po mirë, atëherë injoroje. Po ta marrin. Jo, injoroj, doli ai nga shtëpia. Do kthehem mbrapa çun. Po ti të putna për ta injoruar, le të dilte dhe ti kthej nga shtëpia si çdo dhe ikën të tjerë. Po neve nuk na voton njeriu, ata votojnë. Ku nuk na pëlqen, i themi, ju që uleni ke kolltu, bëni punën. Jo. Ajo që po them unë është, atëherë Monika se nuk po kuptohemi, të lutem, mos më bëj të bërtas. Është gjëja që e kam më pak qef për ta bërë në ekran. Të drejtën ta kam dhënë. Rogerti në atë shtëpi për mua është shembulli më i shumtuar i burrit dhe i mashkullit shqiptar. Kaq dhe pikë. Për ty është kështu. Për ty është kështu dhe jam dakord me këtë. Ty pëlqen? Pranoje, nuk pëlqen. Po mu goja nuk ma mbyll dot Rogerti. Mos ma kanë mbyll tjerë, do ma mbyll ka Rogerti gojën. Nuk është çështja me të mbyll. Ska, dhe nuk më komplekson dot as Rogerti, as ti dhe as njeri për kolltukun ku unë jam ulur. Jo, nuk është çështje kompleksi. E kam marrë përsipër për të ulur nga ato deri. Jo, kjo nuk është çështje kompleksi. Po, patjetër. Jo, nuk është çështje kompleksi. Patjetër, kështu është. Nuk është çështje kompleksi. Kështu është. Sepse është shumë në momentin që ti do të vazhdosh të flasësh dhe mos duash të kuptosh, atëherë vazhdo të flasësh dhe mos. Unë mund të të gjykoj ty me atë çfarë shoh nga jashtë, por unë nuk e kam kurrë të drejtën të gjykoj ty për atë që ti je, sepse ai që je ti je babai 3 fëmijëve, je një njerëz që ka arritur gjithë gjërat e tua me forcë. Ajo që jam këtu nuk jam babai i 3 fëmijëve. Ashtu dhe ai atje brenda, jo 84 ditë ket, po 840 ditë ket, nuk e ka të drejtën të fyej asnjëri. Dhe ku të fyu ty? Mua ku fyu? Atë ç'e thaj? Ç'a tha? E dëgjove ti ç'a thaj? Ç'a tha? Ai dëgjove pra. Po pra. Gjitha me pafund ç'a thaj? Të cilat i erdhën dhe mbrapsh nga ty. Po patjetër, se ç'u kujton. Po jo pra, sepse ti nuk mund. Po ta bëj si Jezu Krishti. Më quajte në një rrëfaqe, po të kthej faqen tjetër. Mund ta diskutojmë edhe pastaj në këtë temë, ëh. Ti nuk mundesh. Mund ta diskutojmë edhe më vonë. Të lutem se e kam të lidhur me banorët këtë. Ti nuk mundesh që ti kërkosh banorëve të jenë më të mirë me njëri tjetrin dhe ti me një banor je po njësoj si ai. Jo, s'jam fare unë me një banor, fare. Fare, s'jam fare me atë banor. Shkojmë në shtëpi, lutem. Shkojmë në shtëpi sepse u bë çështja këtu në studio dhe ju kërkoj ndjes për këtë. Atëherë, për të gjithave, të jeni të bindur që pavarësisht se mund të ketë njerëz këtu jashtë, të cilët nuk janë fare dakord me ato që ndani. Dhe me qëndrimet tuaja, dhe me fjalët që ju thoni, dhe me faktin që disave mund t'i dukeni të tepruar, jashtëzakonisht të tepruar edhe të padurueshëm. Po aq sa janë ata, janë edhe të tjerët që ju duan dhe që ju duan trokasin dhe që mbase kjo pjesë që nuk i do, nuk i kupton. Po kjo nuk do të thotë që në një shfaqje televizive të ndjekur nga miliona shqiptar, ne si shqiptar të mos gjejmë gjuhën e përbashkët dhe të mos lejojmë njëri tjetrin të thotë mendimin e vet, edhe sikur mendimi të jetë komplet i kundërt nga ai që besojmë. Në fund të ditës duhet të mësojmë në 2026 ne shqiptarët të bijem dakord për të mos rënë dakord, se u lodhëm. Atëherë, dua të flas për një klip tjetër tani. Po Miri të pashën ditë do? Po, doa të bëja një koment për Mateon dhe Artanin. Mateo e ka bërë zakon tani që të gjithë këtu na përmend njerëzit që janë nga jashtë. Edhe me gruan tim është marrë se më një sekond. Sepse direkt ka thënë një sekond një familjen e Felinit thotë që ka thënë vllafë. Po, e ka përmendur. Po, babi. I cili nga për ndjekës burra është bërë për ndjekës gash. Dakor, dua të flasim për diçka tjetër, e cila Mos flisni kot që bëni shumë u lidh me një